Pagoi 5.000 euro për një video që ndryshoi gjithçka, gjesti Olivia Rodrigo ndaj fanses së saj po bën xhiron e rjetit. Një video publikuar në TikTok është kthyer në një surprizë të papritur për një studente amerikane, pasi ka tërhequr vëmendjen e këngëtares së njohur Olivia Rodrigo. Jamin Causey, e diplomuar së fundmi për marrëdhënie me publikun në Universitetin e Alabamës, kishte ndarë me ndjekësit vështirësitë financiare me të cilat po përballej për të paguar semestrin e fundit të studimeve. Ajo ka treguar se nuk ishte synuar të kërkonte ndihmë, por vetëm të fliste hapur për situatën e saj. Video arriti edhe tek Olivia Rodrigo, e cila vendosi ta kontaktonte privatisht studenten. Këngëtarja i tregoi se ndiqte videot e saj dhe vlerësonte pozitivitetin dhe energjinë që ja përcjell në rrjetet sociale. Por surpriza nuk përfundoi me një mesazh. Përfaqësuesi Rodrigos konfirmoi se artistja i dhuroi vajzës $5.000, shuma që e ndihmoi të mbulonte tarifën e mbetur në universitet dhe të përfundonte studimet. Studentja e parë në familjen e saj që ndoqi universitetin u shpreh emocionuar dhe mirënjohëse për ndihmën e papritur. Ajo e falenderoi publikisht këngëtaren duke theksuar se Rodrigo nuk kishte asnjë detyrim ndaj saj, por zgjodhi të ndihmonte një person që nuk e njihte personalisht. Historia ka marrë vëmendje në rrjetet sociale, ndërsa Causey tashmë ka përfunduar me sukses studimet e saj universitare.